إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Falenderojmë Allahun krijuesin e plotësishëm. Zoti I vetëm I cili meriton adhurimet tona, lutjet tona, ibadetet tona. Zoti I cili neve na bajgatoi me këto mirësi të shumta, na bajgatoi me këtë Islam, na nderoi, na fesnikroi, na ngriti lartë me këtë program të jetës që na dha. Dërgojmë salavate për shëndetje mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, pejgamberin e madh, I cili bashkë me familjen e tij, I cili dhe bashkë me shokët e tij, na tregoi qartë, na tregoi mirë, na tregoi drejt se si duhet të mbohet edhe se si duhet të formohet një familje muslimane, se si duhet të ekzistojë, se si duhet të frymojë Islami në familjen e njeriut. Në familjen që familja është sani më I shtrenjtë për njeriu, është diçka e shajtë për njeriu. E ky pejgamber I dashur na mësoi neve se si duhet të jetë familja muslimane, se si duhet të rregullohet familja muslimane, se si duhet të formohet familja muslimane, se si duhet të funksionojë familja muslimane. Edhe në gjendje lufte, edhe në gjendje paqe, edhe në gjendje shëndeti, edhe në gjendje smundje, edhe në gjendje gëzimi, edhe në gjendje lindimi. Në gjitha rastet, gjitha momentet, gjithherë, familja muslimane, familja dhe Islamit të jetë lidhura në kush njëra me tjetër dhe me frymu tamam, që Zoti I madhreshur është I kënaqur. Pra vëllezër të nderuar, bëni dua ditë dhe natë, bëni lutje pa ndërprer, që Allah më na ruaj neve, familjet tona edhe Islamin tonë. Po them pa kur farë hezitimi se nuk ka rëndësi familja, nuk ka kënaqësi familje, nuk ka harmoni familje pa Islam. Pa këtë Islam që Zoti ka zbrit, lumturi nuk ka familje, kënaqësi familje nuk ka. Prandaj lutem Allahun që gjithmonë të na ruaj neve, familjet tona dhe Islamin tonë që na ka dhëruar Zoti I madhreshëm me këtë Islam, na ka dërguar me këtë Islam, na ka ndriçuar rrugën me këtë Islam, prandaj ne duhet të jemi të motivashëm në këtë që e kemi. Për me rrët familjen tonë, se ku tash njeriu, të marrëm një shembull të thjeshtë, për me rrët familjen, duhet gjithçysh me rrujt Islamin. Për me rrujt kulturinë e familjes, edhe kënaqësinë e familjes, edhe me shiju kënaqësinë e familjes, tamam si familje, duhet me rrujt domosdoshmë Islamin. Sikurse shembull I thjeshtë, për me shijuar gjitha këto kënaqësi e kësaj bote, to të mira që Zoti na ka dhënë ato me pas patjetër, edhe shqisa përmes cilave na duhet me shijuar. Me pas mendjen, fuqinë e trupit, gjymtyrët e trupit, ne pa I po me sy të bukurinë atë rrugë çish puna me shijuar. Pa I shijuar domon me shqisat e ndjesimit, qoftë domon shija, qoftë pija, gjitha këto pa I postu shqica në rëguna me adit lezeti këtyre kënaqësive të njës. Nëse nuk e shqinje me të shijuare, që shpune dhe të postale që është të japër. Pa I postu që të gjymtyrë tjera të trupet nuk mune që asë kënaqësitë e kësaj bote me shijuar si duhet. Pra dhe familje si familje. Pa Islam nuk mund të funksionu dhe me një adit lezeti kënaqësive dhe lumturinë dhe harmoninë e asaj. Jeta dorën zemër, jeta bëhet gjithçysh. Jeta bëhet gjithçysh, po për çfarë jetë e lumtur, jetë e kënaqur, jetë që dhe Zoti që kemi në qëllimin final apo musliman, që të respektohet vullneti I Allahut, që të iket haramet edhe të kryen obligimet tona ashtu siç Zoti dëshiron, pa Islam nuk mund. Familja pa Islam nuk mund me ekzistuar. Prandaj jetë e lidhur në ngushtë, Islami dhe familja jonë janë të lidhur në ngushtë patjetër që duhet të kemi parasysh. Edhe këtë aktiviteti jonë,
fund edhe krye, prej fillimit deri në mbarim, duhet të jetë kjo. Respektimi i vullnetit të Zotit dhe kënaqja Allahut me ato që ai është i kënaqur. Kështu duhet ta edukojmë edhe familjen tonë. Nane vetëm parte pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku i drejtua Abdullah ibn Abbasit, me fjalë shumë të mira që e lidh bazën e familjes, që e lidh edhe atë shëndetin e familjes, që e lidh edhe lumturinë e familjes me kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. E thotë, ja gulam, o djalosh, inni uallimu kelimatin, po të mësoj disa fjalë. Tu që qytë pesh në familje, e këto fjalë vëllau janë merë edhe të sot, edhe neve e billën në zanë në familjes tonë, edhe në atmosferën e familjes tonë, kur e thotë, ekfedhe lahe nga hafaka, rruje Zotin të rrujtë. Funksionimi familjes që duhet, edhe kënasia dhe harmonia familje, pra shkoj me këto fjallë, rruje Zotin. Pra rruje Zotin, mos e hedhron me vepra që Zotin nuk është i kënaqur. Ai të rrujë ty. Rruje Zotin duke kryer ato vepra që Zoti i dën, edhe t'i ka obliguar bile. Ai të rrujë ty. Ehfedillah të gjithu të gjahe, rruje Zotin e ki para vetës, e ki në stop afër vetës, e ki prezent me ty gjithherë. Pra edukoje frymen familjare në këtë formë që të jenë të lidhur me Zotin e vetë, ta rrujnë kujdesin për Zotin, për kënaqësinë e Zotit, çka e dhe Zotit, çka e në Zotin, Allahu lëshon me recet familje, ta rrujnë, ta bekon atë familje. O edha sa'alta fas'alillah. Edhe për të lyptin, normal që na jemi njerëz që kemi nevojë, edhe për dhimbje, edhe për tokë, kur lyptin për Allahut. Lidhur me Zotin, lyp prej tij sa Allahu të plotëson gjithë. O edhe sta'anta fasta'in billah. Edhe kur kërkosh ndihmë, kërko prej Zotit, sa ajo është Zoti yt, ajo që të bën në dëgjyre, ajo që furnizon. Ajo është i plotësueshëm që gjithë të realizon, pa lidhë familje këtu, edhe atëherë nëse në këtë formë vllazni e lidhur familjen me Zotin, dije se familja me shumë të ftyrë në tokës të mëkasë. Prandaj Islami është baza e fuqisë, edhe për individ, nëse njeriu këtë formë lidhet me Zotin, po edhe për familje, po edhe për shoqëri, po edhe për shtet. Një shtet i cili lidhet këtë formë me Zotin e vet, një shoqëri e cila lidhet këtë formë me Zotin e vet, wallahi nuk ka shoqëri me formë, nuk ka shoqëri me stabile, nuk ka shoqëri me shëndosh. E ne andaj po insistojmë, po edhe po insistojmë, ne po vepojmë që me formimin e drejtë të individit krijohet familja shëndosh, e me familje shëndosh shoqëria është edhe shteti shëndosh. Që të kemi harmoni dhe lumturi edhe në këtë botë, ashtu si ne ka thënë Allahu. Wa kadhalika uhayna ilayka ruhan min amrina. Kështu ne të kemi dhënë ty shpirt nga ana jonë. Sepse Islami është shpirt. Nëse trupi nuk ka shpirt, trupi vdes. Familja nëse nuk ka shpirt, vdes. Shpirti i familjes është Islami. Shpirti i familjes është Islami. Prandaj thotë Allahu, na ta këndon nga ana jonë shpirtin tonë, ma kuntë të drejtë me kitabu o lërimat. Të s'ke dita shka libra, shka shtimane, po na të kemi mësu. Na kreti kemi dhënë ty, walakin gjallnahu nuran, po të kemi udhërëfys dhe drejquës, të hendibi me në të shërë, në hendibi me në shërë me ibadina, dhe në këtë në rëzën në rrugë dhe në karonë të në ata që të shërë. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Dhe ti o Muhammed i udhëzon për ta njerëz në rrugën e drejtë. Cilën rrugën e drejtë, me akide, me iman të pastër, me besim të pastër, me moral të shëndosh, me moral të ruajtur, me edukat e mirë, me kulturë të shëndosh, kulturë të pastër, me besim, me mirësirje, me dashuri dhe harmoni me Zotin. Me këtë kjo është rruga e drejtë që afron Islamin, që afron familjen, anëtarët e familjet e svetit edhe këtë shoqëri do të komplet. Po ku do mëron harmonia, dashuria dhe respekti do mes njerëzve të tillë. Po ndryshe, sikur që ata është vetë, na thotë Allahu në prandaj o ju muslimanë, prandaj ju ndiqeni rrugën e Zotit, dashni familje të lumtura, të suksesshme, të shëndosha, të mira, të kënaqshme, që të kënaqen edhe këtë botë. Sikur se në botë tjetër që do të kënaqemi, atëherë thotë wa atiu Allah wa rasulahu. Atëherë pasojë gjithçka Zotin edhe pejgamberin
shkoni rrugës së Zotit edhe rrugës së pejgamberit alayhis salam. Pse për ato pejgamber Allahu këtë, wala tanazahu, mos u përshani. Mos u përshani sepse nëse nuk e dish në këtë rrugë, atë familja dështon. Dështon familja. Dështon فتفشلوا كلمة دشتو total وتذهب ريحكم edhe kom ju hub edhe emni institutët pasur kush kur jeni ata që marri ju si musliman e rruni familjen e rruni personalitet e ju si musliman edhe tjerë ju kanë hatër ka se ju kanë parasysh se jeni faktori rëndësishëm që po vendos edhe po qëndron në teren që duhet po nëse ju e çdo rrugën e Zotit atëherë ju do të dobësoheni familja shkatërohet emri si emër, si autoritet, si emër, do t'ju bjerë për to. Kush mos ju bërë hesab, ka një shkej, fa ta në hedhe rejhë ju shkaj mo, autoritetit, nami, forma, s'ka kush ju bejume, s'ka semë që të një fjallë. Si kur që përdojnë edhe sot me raboni gjëtiri, me hov emër muslimanë. Por jo, thëtë Allah, wasfiru, në Allah, me sabri, bani sabër, te ka reme këtu situata, se sot është me durim tonë. Pra ndaj edhe ju mos e shoni rrugën e Zotit, pa pavarësisht sfidave që ju vijnë, edhe si familje, edhe si individ, ju rrugën e Zotit mos e shoni. Mos e shoni. As mos u përçoni, as mos u ndani. Edhe nëse keni një mos pajtim, afrohuni, bashkoni zemrën, bashkoni dhe forcat, edhe bashkarisht ecni përpara Allah si shoqëri. Prandaj kështu ta edukojnë edhe familjen dhe shoqërinë tonë. Në një të të mirë. Sikur që kemi edhe në hadithin e pejgamberit alayhis salam që thotë ma hala walidu waladahu afdal min husni adab. Nuk ka prind që muret me dhuratë më të mirë. Edhe trashëgimi më të mirë fëmisë vetë sa edukatën e mirë, pra në islam të mirë, në sjellje të mirë, në kulturë, në lëvizje që duhet islami me Allah, nuk ka më mirë se sa kjo. Veç dalë edhe të mendojmë, çfarë edukate dha Abu Bekri në fëmijët e vet, duke nisur Aisha, Abdullahi, po çfarë edukate dha Omeri, Hafsës, çikës e vet, Abdullah, djalit vet. Po dha Abdullahi ibn Omeri, çfarë edukate dha fëmijëve të vet, kështu brez mas brezi derisa kanë përcjell këtë edukate edhe të na brezit tonë sa që jetojnë. Marrim shembull nga jeta e tyre. Marrim shembull nga praktika e familjeve të tyre. Praktikë familjeve të lumtura, të kënaqura dhe të botë që duhet me simbolizu edhe sa edhe duhet me reflektu edhe me shkëllbia të islame çdo cep familjen tonë ku do që jemi domethënë edhe në trojën tonë edhe në vendin tonë. Allah e lut familjen tonë edhe islamin tonë në vend. Ka çdo sprovë të rashë dhe mundime që ka edhe na mos të jemi gjithmonë rrugën e tij. Tjetër Allah i knaqet me ne këtë botë edhe në botën tjetër. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu fa innahu huwal